Koha jon debat nga Nikol Lesi. Përshëndetje. Jemi në emisionin Koha jon debat. Sonte kam një të ftuar special, një mik timin. Natyrisht është në kampin e opozitës, po unë kam miq gjithandej majtës dhe djathtas. E kam ftuar një personazh që ne si staf nganjëherë quajmë pjesa më moderne, më kulturuar e Selis Blu, megjithëse do kundërshtoj më njëherë sa po ta prezantojmë. Por ky është një mjek i njohur, mjek i cili ka bërë emër, ka marrë vota kur ishte në zgjedhjet parlamentare, mori mbi 18.000 sa vota, diçka tillë 19.000 vota vetëm. E ndihmoi disi PD-ja, po unë kam mendimin se i ka marrë vetëm. Dhe i ftuari im është Ilir Ali Mehmeti. Mirëmbrëma, minister. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Dhe gazetari i vjetër në Koha jon, Albert Vatej. Faleminderit. Atëherë, futemi direkt. Unë e quaj doktori i madh Berishën dhe në farë mënyrë nganjëherë them ka dhe një doktor të vogël në kuptimin e mirë të fjalës, që është mjeku Ilir Ali Mehmeti, pra në PD. Doktori i madh vendos për gjithçka, por doktori i vogël, nëse me lejon të flas pak më kështu me i batut lehtë. Doktor, të bëj një pyetje direkte. Ke marrë pamjen e kryebashkiakut përpas një viti, apo je një nga militantët e Selis Blu? Po, faleminderit për pyetjen. Herë radh parë me kam të marr emisionin dhe vlerësoj shumë ftesën. Jo, unë jam që në fillim sot 4 vjet, rastësisht, pra prill 22-shit hyra në Partinë Demokratike, si antar i Këshillit Kombëtar. Dhe si antar i Këshillit Kombëtar vazhdoj jam. Ku më pas, duke zhvilluar dhe rrjedhën e situatave, ju e mbani mend, në vjesht të 22-shit hyra në primare për Bashkinë e Tiranës, sepse kështu ishte caktuar mënyra e përzgjedhjes së kandidatëve. Asaj linje, unë zakonisht një linje që i hy, zakonisht nuk i bëj dredha. Asaj linje i qëndroj. Pra, në të njëjtat pozicione qëndrojmë ne sot. Pra, kjo bëhet fjalë për qëndrimin tim personal. Nga pikpamja pastaj vendimarrjes se si dhe kush dhe si do të jenë kandidatët për 61 bashkitë e vendit nëse reforma territoriale nuk ndryshon, do ta vendos kryesia. Doktor, unë kam atëherë përgjigje. Ne po flasim për Tiranën. Tirana është disponibilitetin tim. Kush merr Tiranën ka marrë disponibilitetin tim, unë e kam dhënë. Ja kam dhënë Partisë Demokratike 122-shin, vazhdojnë e kanë disponibilitetin tim, do ta vendosin kryesia, do ta vendosi më pas partia se do kandidoj për Tiranë. Mund të jetë dhe koalicion, mund të jetë dhe vendim koalicioni, presim se është shumë paraprake. Nëse me pyet mua, kur kandidove në primaret e 2022-shit, unë maso koha isha realisht partizan dhe kisha bindje në një farë mënyrë si gazetar i vjetër që në primaret do fitoje dhe do ishte kandidati i Partisë Demokratike dhe gjithë opozitës Ilir Ali Mehmeti, por doli ndryshe. Dhe nuk them, jemi ftoft në këtë logjik, nuk them se mund fitoje, po mund ta barazoje Erion Velin atëherë aty për shkak se ishte i opozitës, por kryesisht se ishte mjeku i Ilir Ali Mehmeti. Pra, emri jot që është një emër publik, realisht, është një emër i pakontestuar. Nuk e di Berti çfarë mendimi ke? Absolutisht. Është një integritet i jashtëzakonshëm. Ne nuk po të bëjmë elogje se mund të jesh kryetari i bashkisë pas një viti. S'kemi nevojë për as për leje ndërtimi as gjë. Gazeta Koha jon është e lirë, nuk ka thjesht i pa kompleksuar si ne po të bëjmë te. Edhe ti qet se lejet e ndërtimit i ka marrë kryeministri të gjitha, e ka abuzuar pushtetin vendor. Ato poshtë në MKAT që do i kesh ti nëse do jesh kryebashkiak. Poshtë 6 e kanë dhuar. E ka zvogluar dhe më shumë. Ka 6 katë poshtë. E ka ulur, e ka abuzuar pushtetin vendor në një shkallë të tillë, po besoj do kemi mundësi për të. Jo, këtë nuk e di, 6 katë poshtë. Nën 6 katë. I jep kryetari i bashkisë. Madje edhe ato nën 6 katë, përpara do kalosh nga KKT-uja sepse ndodhesh në rrezën 15 km nga aeroporti i Rina, si zori një VKM në dhjetor të 24-s, që edhe për këtë fillimisht do kalosh atje. Po atëherë çka kryetari i bashkisë do jesh? Ai ka abuzuar krejt pushtetin vendor. Se do kandidosh për këtë. Kur leje ndërtimi s'ke gjë dorë, çfarë do bësh atëherë? Sepse pushteti vendor, pushteti qendror janë të ndamë me kushtetutë. Po sot për sot ai s'ka pas asnjë përballë që t'ia thot këtë. Ju e keni parë gjithë ato kryetarët e bashkive që ka aty përpara, madje abuzon më tej, thon pos na sodot nga 10 paketa malesh nuk jo kandidoi fare. Dhe të gjithë gojën mbyllur.
Kjo ndodh një vend totalitar, kjo ndodh një vend ku një person ka të gjitha pushtetet. Kjo gjë do rikthyer në binar. Zoti Ali Mehmeti, nëse ngaboj ndonjëherë gjatë emisionit të them Ilir nuk prish punë besoj. Nuk ka asnjë problem. Nuk ka një shkeli po të marr leje. Ilir, tani ti kontrollosh sipas meje edhe një herë kandidati kryesor në mos numër 1 opozitës në Tiranë. Deri tani, nuk di që ndodh në Selin Blu, ke përballë 2 emra. Ogerta Manesterliu, që është kandidatja zyrtare e Partisë Socialiste, pra e dhënë nga Rama, dhe një kandidat që ka dalë me iniciativë Erion Braçi. Cilin nga këto dy ke frikë, nëse, pra vendoset ta zëmë Erionin, nuk e besoj, po ta zëmë vendoset. Cilin nga këto do kishe më kollaj, domethënë që në kuptimin figurativ që do ta haje, domethënë do ta rrezoje, do ta mundje në votime. Sheve, në radh parë unë s'merrem fare me çfarë bën kundërshtari politik kë zgjedhë. Zgjedhin vetë ata, kanë punë të veta. Atë s'ke gjendor, po them pak a shumë një llogari e bën sipas vendimeve të tyre. Do ta bëjnë ata. Të bësh llogari në këtë moment tu është shumë paraprake. Unë e kuptoj që kjo është pjesë e lojës, po do ndroj shumë gjëra gjatë vitit. Kujtoj unë që vetëm 6 muaj përpara ne se kishim iden fare se çfarë zhvillimi do kishin këto 6 muaj që patëm. Dhe pam disa lloj skandale, disa lloj lëvizjesh shumë të mëdha. Një vit është i gjatë, sidomos në Shqipëri, sidomos në një vend me një parti socialiste, me një Edi Ram, i cili ka në formë kanceroze, fillimisht ka kap Partinë Socialiste, më pas është shtrirë gjithë kombin. Dhe këto lloj skandalesh dhe këto lloj situatash ku neve kemi sot se ju e morët me 22-shit bën krahasim Erion Velia, sot Erion Velia është në qeli. Dhe pastaj po të kemi mundësi do flasim dhe për këtë. Me një bashki e cila ka harru të jetë më bashki, nuk është më bashki, se din që është më bashki, merret vetëm me disa gjëra minore fare, por asgjë të rëndësishme. Dhe për këtë ju a them me plot gojën, sepse po të shihni mbledhjen ku u caktua buxheti për vitin 2026, pra mbledhja më e rëndësishme e Këshillit Bashkiak, unë i drejtohem zonjës Ristani, se të paktën kështu dim neve që ajo është ajo që po e mbulon këtë detyrë me një pyetje të thjeshtë dhe thelbësore. Nëse ajo e kishte apo jo autoritetin ligjor për të paraqitur buxhetin e vitit 2026, plot 415 milionë euro pranë Këshillit Bashkiak. A e prezantonte dot ajo? Dhe përgjigjja e saj ka Erion Velia, se po gjykata kushtetuese kryetare atëherë do të thotë që buxheti i Bashkisë Tiranë është jo legjitim dhe jo ligjor. Përgjigjja e saj ishte nuk kam autoritetin të përgjigjem kësaj pyetje. Tash nëse kryetaria e Bashkisë Detyrë s'ka autoritetin as të përgjigjes një pyetje të thjeshtë nga pikpamja e një këshilltari bashkiak, imagjinoni se sa ka autoritet për të bërë çfarëdo lloj gjëje tjetër. Kështu që jemi në kushte krejt tjera në krahasim me 2022-shën. Jemi një situatë ku Bashkia e Tiranës nuk arrin dot të menaxhojë as të investojë as 1/3 e fondeve të investimit që ka, ku ekziston frika për të vënë firma, ekziston frika edhe për të blerë letër A4, imagjinoni çfarë kushtesh ndodhet. Situata është komplet ndryshe dhe është për fajt tyre të, nuk është se ka ndodhur diçka tjetër. Të gjitha këto që thoni ju janë në favorin e emrit tuaj nëse do kandidoni në emrin e PD-s. Prandaj u thash, e kam të parëndësishme këtë pjesën këtë pra, Partia Socialiste. E kam kundërshtar politik përballë, e cakton Partia Socialiste, si do ta caktoj Partia Socialiste? Unë kurrë jam marrë me partitë e tjera si ato bëjnë punët brenda. Kam vënë re se si Partia Socialiste në mënyrë të vazhdueshme është marrë si i bën PD-ja punët brenda, sinqerisht nuk kam qenë asnjëherë interesuar për pjesën tjetër. Ta zgjedhin ato kundërshtarin, ta nxjerrin në fush takohen. Të bëj një pyetje. Por, me klauzolën, ama prit se as Partia Demokratike s'ka caktuar kush është kandidati, se kjo është klauzola e rëndësishme. Atëherë Ilir, mos lidhet kjo, kemi një foto pas, mos gabohem regjia ka fiksuar, është mjeku i njohur Ilir Ali Mehmeti bashkë me Ervin Salianin. Ju ishit në Durrës, një takimi madh që filloi me zhurmë të mëdha, në Tiranë dëgjua lart e poshtë që doktori i njohur pra mjeku Ilir Ali Mehmeti bashkë me Salianin po bëjnë një lëvizje në bazën e Partisë Demokratike për të shkundur Selin Blu dhe për një kryetar tjetër. Ndërkohë pasi u ktheve në Tiranë, ju shkuat te doktori Ervin Saliani vazhdoi takimet dhe derisa tani është i vetë përjashtuar. Më thoni ç'a ndodhi? Pra ishin Durrës dhe pastaj sipat me Saliani. Po, unë besoj që këtë e kemi ezauru mjaftueshëm gjatë muajit, por megjithatë me qenë se ma pyesni s'ka asnjë lloj rezerve. Me shumë drejt, juve përmendni gjë që ishte korrekte dhe një diçka tjetër që nuk është e vërtetë për aso kohë. Cila?
Po ju a them, ju a shpjegoj. Pra ju thatë shkunte Partinë Demokratike, po, kjo ishte arsye. Ishte një Parti Demokratike, po të kujtojmë neve në vjeshtën e kalume, që kishte rënë gjumë. Mendimin tim kishte rënë gjumë. Pra, unë mbyll u fut parlamentës asgjë. Ndodhi skandali i Belinda Ballukut në 31 tetor dhe prap nuk po shifnim asnjë lloj lëvizje. Mos gabojmë data këtu, mund të jetë 1-2 dhjetor, 3 dhjetor, fillimi i dhjetorit është. Dhe kishim një kërkesë për një lëvizje. Kishim kërkesë për të shku partia në bazë, një herë radh parë, për të bërë një analizë zgjedhore që vazhdon nuk ishte bërë në atë kohë, për të ngrit në protestat cilat nuk po bëheshin dhe po kërkoheshin nga baza, dhe për të shkuar në këto lloj lëvizje që ta zgjonte Partia Demokratike. Pra ishte një lëvizje për zgjim. Dhe kjo u arritën të gjitha. U shku në bazë, filloi analiza, ndjes, po ja përgjigjen time. Nuk e di mendimin e vetit. Debatash, ata përfundojnë doktor, nuk ka për fol intervjim. Se unë bë dy pyetje, unë jam përgjigj vetëm njërës. Ti përgjigjen për dytës. Po të qenë korrekt, ju thatë që me një lëvizje që shkuat në Durrës, ju e shkuan në partinë. Ju shkuat vetëm një herë, vetëm në Durrës, pastaj s'u duket më. Edhe një herë. Lëvizja u bë, lëvizja pati, për mendimin tim, pati rezultat. Se shumë shpejt partia lëvizi. Lëvizi njofto, s'mlidhe as Këshilli Kombëtar, mbani mend se këto kanë qenë diskutimet tona, shumë shpejt u dhanë njoftime. Gjithë kjo ishte e mjaftueshme dhe të sinjalizuar ndryshimin të strukturave në objektiva në objektiva afatshkurtra premisat e një rrjedhëje të re të ndryshimeve. Po që ta përfundoj. Pra, si çdo lloj pune ka objektiva afatshkurtra, ka objektiva afatmesme, ka afatgjata. Tash afatgjata në Shqipëri vështirë që diskutohen. Ato afatshkurtra u arritën të gjitha dhe u arritën shumë shpejt, brenda pak ditësh. Një numër shumë i vogël ditësh, u shku në bazë, dolën grupet e punës, koordinatorët për analizën. Në bazë Ervin Saliani, jo, shkoi Partia Demokratike, unë jam Partia Demokratike. Dhe Saliani është Partia Demokratike? Për mendimin tim po. Pra, antar kryesi e Partisë Demokratike. Flitet latë poshtë doktori Joho. Më bëte një pyetje, se s'po dal ju thiri doktori nga Durrësi direkt në Tiranë, është e vërtet? Jo, është e pavërtet. Kam qenë ke doktori përpara Durrësit. Kjo është e pavërtet. Prandaj thash, ju lejoni t'ju shpjegoj ato që nuk kam qenë përpara, duke përcaktuar shumë qartë dhe duke i thonë kush janë objektivat. Kemi një parti në gjumë. Kemi nevojë ta zgjojmë. Nëse kjo nuk zgjohet nga lart, do të zgjohet nga poshtë. Dhe këto ishin objektivat e qarta dhe rrugës të objektiva u realizuan. Dhe nga ky aspekt përmend edhe një diçka tjetër, unë kam thënë shumë shpesh mund t'i merrni intervistat e mia të dhjetorit, se bëhet fjalë për dhjetorin, t'i merrni të gjitha dhe ju kam thënë në mënyrë të vazhdueshme. Kjo nuk është një lëvizje për kryetar. Kjo është një lëvizje organizative, sepse nuk po funksionon organizimi i Partisë Demokratike. Dhe asaj të vazhdoj, i qëndroj dhe aty kam qenë nga fillimi deri në fund. Më pas, nëse dikush ka ambicie për kryetar, për mendimin tim, është i lirë t'i shprehë, t'i paraqes ato, të hedhë kandidatura e me radhë. Por ajo lëvizje ishte organizative dhe lëvizje zgjidhje. Për mendimin tim, i arritim. Për lëvizje për kryetar në Partinë Demokratike, mos më trego mua, të lutem, pa të hyrë, sepse doktor Berisha ka shpallur kandidaturën për kryetar të PD-s. Po gjithmonë, partia e tij është në prill dhe thot janë të lirë kush do të kandidojë apo. I lirë vetëm Saliani. Tani flasim për këtë prill. Po tani për këtë prill. Pra, por aty nuk ka zgjedhje. Nuk ka zgjedhje dhe për mua edhe në mendimin tim, zoti Berisha nuk ka një kandidat përballë që të arrijë dot të bëj një Po s'la kandidat, se Saliani tha do kandidoj për kryetar bashkie, kryetar partie në PD dhe doli Selia Blu dhe tha është i vetë përjashtuar. Mos gaboj, datën fiks nuk e mbaj mend, por mos gaboj unë kandidatura e zotit Saliani u shpall prej tij diku rreth mesit, fundit marsit, nuk e mbaj mend tashti fiks datën. Dhe tashmë kishte rrjedhur një situatë mbi 3 muaj nga kjo diskutimi që neve po bëjmë së bashku. Unë ju thash, ajo lëvizje nisi për analizë, për zbritje në bazë, nisi për zgjim dhe nisi për të afruar një lëvizje organizative dhe jo një lëvizje për kryetar. Se po të kishte qenë lëvizje për kryetar, do flitshim ndryshe që në fillim. A ta bëj pyetje ndryshe? Po, patjetër. Pra, doktori thotë që është i vetë përjashtuar Saliani. Ju mendoni se duhet përjashtuar? Jo, unë mendoj që përjashtimet nuk janë pozitive për një opozit, nuk janë pozitive për forca politike të çfarëdo lloji tipi, dhe nëse ka fakte, diskutime tjera, ka forume për katse që mbledhin dhe marrin vendime. Doktor, mos të kushtoj shtrejt kjo kur ta shohë doktori
tani direkt deklarat pro Saljani dhe mund të fshije emrin për kandidat për kryetar bashkie në Tiranë në emër PD-s? Nuk është as pro dikujt, as kundra dikujt. Unë mendoj që një opozit ka nevojë të forcohet. Ka nevojë të shtohet dhe ka nevojë të thrasi pranë vetës edhe më tepër forca. Pra, edhe kur diskutonin protestat, ne ju e dini që kemi bërë përpjekje për të mbledh dhe forca tjera dhe keni dështuar që quhen opozitare. Dhe keni dështuar. Jo më të diskutojmë dhe po pra, dakord, nuk janë afruar. Dhe jo më të diskutojmë që a do mbajmë neve apo jo demokratët. Patjetër që do t'i mbajmë demokratët. Berti, situata është pak si konfuze edhe në parti. Është konfuze sepse jemi 6 muaj mbrapa, ne kishim diskutuar më afër kur ishim. Sepse referohemi atyre që sot janë në pushtet, ata kanë ndezur motorët, kanë vazhduar rrugën edhe po sfidojnë hapur. Janë vonë për fushatin do thoni. Absolutisht po. Edhe kjo logjika e situatës në një PD konfuze mes kryetarit dhe strukturave është disi një ngrirje e asaj që do të shërbente për një progres ose për një situatë në të cilën do të nxjerrim një lloj shansi në zgjedhjet vendore, ku emri juaj, besoj dhe mendoj, ndoshta do të shkel edhe etiken të them që emri juaj është një aset i çmuar për atë parti. Është një aset i çmuar për atë parti dhe do të ishte nder për atë parti që emri juaj të jetë përfaqësues, të jetë ai që do të jetë pjesë e sfidave të saj, se si ajo parti e vlerëson emrin tuaj, atë që ju jeni, atë që ju keni bërë, atë që gjithçka e përbën veprën tuaj, aktivitetin tuaj, është një aset në atë parti për ta vlerësuar vetën e vetë që përfaqësohet nëpërmjet jush. Dakord Berti në këtë që thoni që është aset, unë thash që do marrin vendime përkatëse. Do marrin vendime si çdo parti, merr vendime, bën analizat përkatëse, krijon një strategji, krijon një grupazh që mund të jetë një koalicion. Janë teori tash vjekëse. Ju jeni njëri praktik. Ju jeni njëri praktik. Partit marrin vendime. Fal. Dakord vendime, po vendimet nuk mund të shpallet kandidati qofse marrin vendime të sakta. Qofse marrin vendime të sakta janë më pozitive, qofse jo, janë më negative. Si do bësh fushatën, qofse PD-ja, ta zëm doktori i madh, për doktorin e vogël, thot Ilir Ali Mehmeti është kandidati i PD-s dhe i opozitës 2 muaj përpara. Ku ke ko? Jo, 2 muaj përpara. Partia Socialiste po punon që tani kanë hap gjithë motorë. Absolutisht. Dhe Partia Socialiste është një makineri edhe shtetërore. Mos t'i bëjmë konfuz njerëzit sepse po hidhemi nga një kamp ke tjetër nga tjetër. Ti marrim me radhë. Dakord. Se mbot pyetje nga personale nga niveli partijak, pastaj ke kundërshtari dhe duket sikur janë është pyetje. Partia do të propozojë, nuk do jesh i pavarur pse apo? Po patjetër që i pavarur jo. Po nuk e dim as do të propozoj, po presim njerëz se si do zgjidhet kjo punë, se nuk e dim. Po mirë, humbja kohës për t'ju përgjigj ndoshta të 3-4 pyetjeve bashkë që mbot. Dakord. Humbja kohës asnjëherë nuk është favor. Patjetër, kjo është diskutim i qartë besoj. Nga ana tjetër, kur do ta vendosi Partia Demokratike apo një koalicion i mundshëm që ajo mund të ngrejë, këto unë s'di t'ju a them sot. Unë mendoj që nuk ka shans ta vendosi dot përpara kuvendit dhe zgjedhjeve brenda partijake që do bëhen kupol, do bëhen diku në maj qershore do mbaroj kjo. Përpara nuk besoj, e shoh vështirë që të ndodhi përpara. Po është normal, diku nga statori. Idealisht do duhet të ishte sa më shpejt që të ishte mundur që të ketë mundësi. Do kemi dëvonuar në këtë nismë. Ndërkohë që ata tjerët sapo kanë filluar. Nuk mendoj që jemi dëvonuar, nga krau tjetër edhe ata tjerët mund ta shohësh dhe mbrapsht. Mund shohësh një situatë tjetër ku ata vetëm zgjedhje mendojnë të bëjnë, se ato s'merren me administrimin e shtetit fare. Si u intereson fare ajo pjesa. Ato duan vetëm këtë gjë. I duket sikur të marrësh për ju është e rëndësishme fitoria apo jo? Po, absolutisht. Po duket sikur të marrësh mandatet, të jep drejtën ty të abuzosh shtetin, bashkinë, çfarë dush ti. Pra, të marrësh mandat do të thotë qeverisësh. Do të thotë që të shkosh dhe të administrosh siç duhet, nuk do të thotë merr mandate që të marrësh mandate, se nuk funksionon kështu. Tani nga ky aspekt, kujtoj që ata e bëjnë edhe për një arsye tjetër, për të hequr edhe vëmendjen nga skandalet që kanë. Duket që ja po merremi me këtë neve. Pra, po përgjigje na dhan këto për Akshin, na dhan këto për Ballukun, na dhan këto për që kemi kryetaren e bashkisë sot në Qeli, na dhan një përgjigje për këta.
për këto para që zhduken nga mjesit deri në darkë, për këto call centera që kanë hapur gjithandej, që s'dihet kush kriminaliteti, për këto ministra që u vendosën shtator, pas një arsyetim pse u vendos kush u vendos, pastaj u ndru gjysma e qeverisë dhe nuk dha asnjë lloj justifikim pse u ndru gjysma e qeverisë. Ka në shpjegim për këto? Sistemi juaj mund të këndërvihet kësaj situate. A justifikon dot gjithë këto fakti që ato na punokan në terren. Ndjes, po ne nuk i paguajmë ata që ato të punojnë për zgjedhje, i paguajmë që ato të qeverisin. Ndjesë, pastaj kthehemi ke elementi i dytë dhe më i rëndësishëm. A është ky një vend ku kemi ne zgjedhje të lira dhe të ndershme? Se në radhë parë duhet të themi këtë. Kjo është hallka e parë e zinxhirit zgjedhor. Pra duhet sigurohet një sistem zgjedhor i lirë dhe i ndershëm. Pastaj fitoft më i miri, skuadra më e mirë, personi më i mirë, programi më i mirë, çon si ka. Puna let vlerësohet, nuk ka asnjë problem. Unë ja njoh meritat e kundërshtarit politik. Kur ka merita, ja njoh meritat. Njëjtë siç e them, po vjet dhe po abuzon këtë popull. Kur ka merita, ja njoh dhe meritat. Por ama në një sistem zgjedhor ku ne kemi shumë të qartë se si bëhen zgjedhjet në Shqipëri, ne shqiptarët. Plus asaj na vijnë dhe raportet ndërkombëtare, na i tregojnë shumë qartë dhe ato. Plus kësaj kemi edhe një organ madhor gjyqësor që me fanfara doli dhe tha do hetojmë krimin zgjedhore me radhë dhe nuk do lëm krijun task force ku diun dhe s'prodhun asgjë, pra u mbar Smali dhe Polli 1000. Në fund fare ditës ne duhet të kuptojmë shumë qartë. Gjëja më e parëndësishme në Shqipëri është vota. Për këta që kanë ndërtuar këtë sistem. Prandaj nëse neve mendojmë me të vërtetë që ato po punojnë këtu, ajo është hisyve. Ato kanë bërë lidhje me kriminalitetin, ato kanë bërë lidhje me abuzimin shtetëror, ato kanë bërë lidhje me friksimin e popullatës, ato kanë bërë lidhje me kapjen e sa më shumë që t'jetë mundur kanaleve mediatike, ato kanë bërë të mundur që të largohet 1 milion e kusur shqiptarë dhe t'i friksojnë. Si kundërvini ju kësaj situate? Pra, këtë po ju them. Atëherë, nëse neve themi që ato se po punojnë terren, jo as i gjos po bëjnë aty. Ai është hisyve. Po takojmë me njëri tjetër. Është propagandë. Propagandë pure. Që të heqin vëmendjen nga ku ndodhen dhe si po fundosen ata. Se ne sot kemi një parlament që me shumicë absolute pothuajse të gjithë Partisë Socialiste për turpin e tyre, hodhi poshtë gjithë farsë, farsisht edhe ajo, hodhi poshtë gjithë farsën qëndrimit të tyre ndaj drejtësisë dhe qëndrimit të tyre ndaj ndërkombëtarëve. Dhe tregoj shumë qartë që kjo pas ka qenë, kjo drejtësia është e drejtë vetëm nëse merret me opozitën. Po nëse fillon dhe na merret me ne, atëherë jo, prit. Atëherë këtu kemi problem me standardet europiane, këtu kemi problem me këtë proporcionalitetin, na del dhe kryetari gjykatës lartë, po këtu neve pas kemi probleme të mëdha me paraburgimin, na kujtohet kryeministrin e sot, ndërkohë që vetëm pak muaj më parë tha fus në burg këve makinën radhë dytë, apo jo. Po njëjti kryeministër është ky. Pasi futi në burg gjysmën e Shqipërisë për 20.000 lekë energji elektrike apo 4 llamarina që për i kotec për ndërtim paleje. Ky tashti sot na qen ka në terren. Është komplet hisyve, është propagandë, takoj njëri tjetrin, shumë mirë bëjnë. S'ka si problem për mua që takoj njëri tjetrin. Po a është ky realiteti jon politik? Përgjigjja është jo. Dhe ndjes ta përfundojmë me një shifër teke. Pjesëmarrja në votime. S'po merrem asgjë tjetër. Ashtu siç u bën votimet. Pjesëmarrja në votime ka tashmë shumë qartë është në mënyrë vazhdueshme poshtë 50%. Do thonë ju, po pse s'frymzon opozita e tjerë. Po opozita që po ka kaq mirë punën për 4 mandatesh. Pse s'dalin njerëzit për të votuar? Po për ata. Pse s'dalin? Mbarova apo jo? Në një sistem, fjali e fundit, në një sistem ku pjesëmarrja është poshtë 50%, sistemi politik ka rënë. Ilir, tani, ta vazhdojmë pyetjen. Ju thatë gjithë të ligjërat të drejtë nuk heq. Shumë gjëra janë të sakta. Tani, përballë një pushteti të tillë që është inkriminuar, që bën këtë me skandale, me vjedhje, me spak të gjitha, një opozit, kushdo që kishte qenë lider opozitar, do kishte përbashkuar një turm të madhe njerëzish dhe kishte bllokuar qeverisjen ose në bulevard ose kishte krijuar për zgjedhjet parakohshme. Por ju vazhdoni të thoni për herë kilometri i fundit, nesër duhet të keni prap një protestë të madhe që tha doktori i madh, se ju i vogël në kuptimin e kësaj. Doktori i madh tha një protestë të madhe me madhja këtyre 30 prezidentëve që si çdo ndodhi nesër nuk e di, po për herë doktori në çdo protestë thot me madhja e kësaj historie dhe hidhni ca molotov, bëni ca marshim nëpër Tiranë, një konfrontim, futën ca njerëz në burg demokrat të shkret dhe pastaj ikni, mbyllet protesta. Kur mbaron ky kilometri i fundit, sepse 1 kilometër ka 1000 metra, doktor. A po ofrohet në fund apo vazhdo kilometri, ecën, mos bëhet 100 kilometra, doktor. Se shumë është. Unë politik
kam qenë gjithmonë i mendimit që shifen veprimet dhe më pak fjalimet. Edhe fjalimet janë të rëndësishme, por veprimet janë kryesore. Po veprimet po shumë doktor, nuk ka gjë konkrete çfarë. Po dakor. Nëse do kishim një problem vetëm të tipit, se unë nuk du ta thjeshtoj problemi është shumë më komplekse kaq. Pra kjo duket si shumë edhe gjëra të thjeshta, bën 2 lëvizje dhe mbaroi u zgjidh problemi. Jo, shumë më komplekse kaq. Po ti marr me radhë. Po marr skenarin më katastrofik të mundshëm. Që Partia Demokratike nuk e bën dot këtë punë. E zëm se nuk e bën dot këtë punë. Nuk e bën më dot. E zëm. Po nuk po ka 2 opsione, ka 2 skenarë në këtë situatë. Pra, ose njerëzit drejtohen drejt një force tjetër, një grupazhi forcash tjera treta, jo Partia Socialiste, po drejt një grupazhi forcash treta, apo krijojnë vetë një forcë vetë, që krijojnë njerëzit një forcë tjetër vetë. Dhe kjo s'po ndodh, se po e shohim në këtë që s'po ndodh as kjo. Dhe apo nga krahu tjetër do mbizotëroj një regjim i formatit 7 parti, siç e kemi pas 45 vjet. Këto janë 2 variantet, nëse ne s'po arrim do ta bëjmë këtë punë. Doktor, 45 vjet mos ma kujto mua sepse 7 parti ka qenë Partia Demokratike në 1997. Po je i ri e nuk e ka jetuar atë situatë. Po jo, atë s'kishte opozitë. 7 parti, jo, kishte opozitë, kishte edhe media, kishte përplasje. Kishte opozitë 45 vjet. Në 92-97. Jo, unë po them përpara 7 parti. 7 parti ka qenë PD, edhe PD. Okej, më quajeni si doni. Nuk pëlqen ta pranosh, po kështu është e vërtetë. Por si doni ju më? Po ju alon, po ja lot mirë. Tashti, nëse neve mendojmë se ka ndonjë shtet botës ku protestat rrëzojnë qeverit, kjo nuk ndodh. Jo, krijon frym, krijon frym, jam dakord. Po doktor, po do t'i pranosh ta gjëra doktor, a di pse? Po fjalis se më vjen mirë, a di pse më vjen mirë? Po një gjë. Unë kam fjalitë e përbëra. Je figura, thashë edhe që fillim, në serin blu, e pa kompleksuar, e pa akuzuar. Po jo, pra, po s'po ma lini ta përfundoj fjalin. Se unë se kam marrë te presja, po ju bëj gjysmën e fjalis, po ju gjysmën shumë diplomaci që mos prishin kandidaturën sot i vit PD-ja. Ti do t'jesh njëri ju mendoni se kam në nivel personal unë këtë. Si mund ta rrotullosh Tiranën, fal. Ja një ndjesë se tash hym ke niveli personal. Me vërtet mendoni që unë mendoj në mënyrë personale këtë? Po jo personal, po personal si jemi. Nuk e vori kandidaturën time, po doja 23-shën e pastaj, kur qeshun, po aty qëndrova. Dhe mbështeta Partinë Demokratike. Qofse ju e mendoni këtë, jeni të bindur që jam shumë më mirë në profesionin tim, po të ishte vetëm për veten time personalisht. Po unë mendoj që ne këtë e bëjmë për fëmijët tanë, për niprit e mbesat tanë se do na hiqin. Dakor. Dhe unë se di ju, po s'besoj, se dhe ju besoni, unë s'du të plaken vetëm, s'du të mikin kalamajt. Po të plaken vetëm. Jo, familje. Jo, gjithë po. Të gjithë njerëzit nga familjet që duan të jetojnë nga veprimet matemi, jo nga fjalimet, nga veprimet matemi. Dhe me veprimet që shohim ne nga këta njerëz, është që në fakt rinin po e s'bëjnë. Kjo është e vërteta. Tashti, rikthehemi, se ma thatë bot personale, ju a bëra personale. Tash rikthehemi këtu, nuk ka të bëj fare kjo me kandidaturën time. Mos më kandidoj fare Partia Demokratike. S'ka asnjë lloj problemi. Jeta ime personale, familjare, shoqërore është shumë e përmbushur dhe nuk kam asnjë lloj nevoje. Ky është një lloj misioni që unë e shoh. Unë jam ofruar Partisë Demokratike, nuk jam imponu dhe nuk i kam bë presion o unë ora Shevdiqe. Ata e din vetë, do marrin vendimet e veta. Ofrimin e ke bërë vetëm publik apo ke biseduar me doktorin e madh? Tani, po ikën ato. Nuk ka proces tani, ju a thash, nuk do ndodh asgjë përpara kuvendeve me radhë, do vendoset një herë. Do filloj para primarët. Nuk e di, unë shpresoj që jo, nuk ka qenë një eksperiment pozitiv primarët. Unë kam marrë pjesë çdo lloj palë primarësh kur janë bërë, i kam parë nga afër, ju e dini, dhe nuk ka qenë një produkt pozitiv kur vjen puna për garë se krijon fërkime, krijon përçarje, të cilat reflektojnë ditën e zgjedhjeve, dhe kjo është negative. Pra duhet një forcë politike shumë e shëndetshme, mendoj unë, që ta arrijë ta mbajë këtë peshë. Ke Partia Demokratike kjo s'ka funksionuar, i kemi bërë 2 herë. Dhe kush gabon 2 herë, herën e tretë nuk duhet gabojë më. Unë shpresoj që ka një grup aty që po shef statutin, janë një grup juristësh, do ja paraqesin kuvendit, shpresoj që një nga ndryshimet që ato do propozojnë të jetë edhe heqja e primare, sepse nuk funksionon. Krijon përçarje. Mendimi. Po. Natyrën shqiptare këtë mendim kam unë dhe nuk besoj. Pastaj po pati prap primare, prap shumica vendos aty që të ketë primare, do të bëjmë. Edhe unë besoj që nuk do të ketë primare, edhe nuk është normal në fakt. Sipas meje. Edhe nuk janë friksu primarëve, janë fullsar ka pasur, por nuk i kanë parë pozitive. Rikthehemi këtu ke ky diskutimi që ne po bëjmë. Ne sot jemi një popullat me të vërtet, në një mënyrë ose një tjetër, e friksuar. Ju a them një shembull shumë të thjeshtë.
sepse unë jam gjithkohës terren, u bën vite tashmë që nuk I ndajmë terrenet dhe një fjali që e shoh gjithandej është kam frikë njerëzit me të bëjnë një like në Facebook. Një like. Edhe like-un kam frikë ta bëj. Se na shohin, na kontrollojnë. Frikë nga kush? Nga PD-ja apo nga PS-ja? Jo, se s'ka si të ketë nga PD-ja, se PD-ja s'ka asnjë pushtet. Ka përshtypjen se janë njëjtë situatash, në të dy planet. Jo, dy planet jo, se ne s'kemi asnjë pushtet. Çfarë pushteti kemi mbi ju neve? Si. Dhe ne jetojmë një popullat të friksuar. Kjo është e vërteta. Është e friksuar, ndihet e shantazhuar, e monitoruar, e vëzhguar, e trysnuar, punët e tyre. Pse ka ndodhur kjo? Hajde ne ta diskutojmë këtë. A është e vërtet apo e pavërtet? Përderisa ata e mendojnë që është e vërtet, kështu është, se perceptimi funksionon. Pse përjashton faktin që nuk ka një lloj frike në PS, në PD për ato, le të themi, për aprovimet, për një pëlqim, për një adhurim tuaj si figurë përfaqësuese në PD? Edhe njëherë, ne as nuk heqim dot njëri nga puna, as nuk vejmë gjoba, as nuk ju sjellim inspektor ke bizneset tuaja. Si doli emri juaj nuk e bëjmë dot ne këtë, preferuari ose si emri më I lakuar, si emri më I lakuar për kryesimin tani apo 22? Jo. Tani. Po, aktualisht. Unë mendoj emri juaj është më I lakuari. Është vërtet. Si sfidues për mendoj unë që është një diçka koherente me qëndrimin ku ka qenë populata dhe përpara. Nuk është një person që e përmbush si status? Më 11 po tash mund dali edhe dikush tjetër që është më I mirë, ne nuk e dim këtë. Por neve jemi një situatë sot ku mendoj unë, një nga vlerësimet maksimale janë ato që t'japin njerëzit. Absolutisht. Dhe bëjnë këtë në listë hapur parlamentare. Kjo është e vërtetë, se është e vetmja formë që kemi pas neve votimit. Ky pëlqim që është nga opinioni, a do të marrë se s'ban edhe aprovim nga partia? Patjetër që do të marrë dhe aprovim nga partia, se partia do të mbështesë, është krejtësisht normale. Po nëse s'përputhen këto pëlqime, ç'a ndodh? Nga krau tjetër, partia, përveç këtyre që janë rezultate zyrtare, publike, I dinë të gjithë, ka dhe sondazhet e veta. Dakor? Ka dhe strategjitë vetën. Dhe do I përputhi të gjitha bashkë. Pra, kjo çështje e votës është e rëndësishme, por nuk është e vetmja. Këtë mundohem t'ju them. Atë duhet I kondicion normal se PD-ja? Patjetër që po. Absolutisht. Dere ku e shtrini koalicionin? Edhe majtas. Edhe partitë që janë Arlind Qorri, Jagon Shehaj, Arlind Qorri vështirë Lapaj. me zotin Qorri, shumë vështirë e shoh, sepse jemi në rrafshe ideologjike shumë ndryshe. Po Lapaj. Kështë e shoh të pamundur, me zotin Lapaj, me zotin Shehaj, patjetër, po këto nuk kanë shku majtas akoma. Unë po them edhe majtas. Por në këtë studio, në emisionin e parë, kisha ftuar Adratik Lapaj, ku e pyeta ndër tjera për zgjedhjet e Bashkisë Tiranës. Dhe nuk e di nëse e ke ndjekur, po unë po ta them në shkurt thelbin e tij, që tha ne insistojmë që pra partia e Lapajt, që do të jetë përsëri kandidati Florian Binaj. Nëse opozita, pra PD-ja dhe gjithë opozita nuk bashkohet rreth aktorit Florian Binaj që e kemi shpallur, partia ime thot do dalim me kandidat të veçantë për kryetar bashkie. Pra, aje ka kusht, o Binaj, o hiq. Unë kam qenë në debat, jo më larg se këtë të hënë, me zotin Lapaj, kam qenë, siç jemi ne tani këtë moment, e kam dëgjuar shumë qartë se si është shprehur në mënyrë shumë korrekte. Gjithashtu mendoj që një vit është I gjatë, në politikë është shumë I gjatë, shumë gjëra ndodhen në një vit. E para, e dyta më lejon, meqense ma përmendet zotin Binaj, më lejoni të jap një vlerësim timin. Pra, Zoti Binaj, që është dhe vazhdon është një figurë e rëndësishme, e cili dha një kontribut shumë të madh opozitës. Një moment vështirë të opozitës. Dhe Ramën e lëkundi. Unë ju them pas I drojë se pas një lloj problemi, unë shkova për ta ndihmuar si koordinator për Partinë Demokratike. Ju besoj mbani mend, nuk kam asnjë problem unë personal se kush ka qenë individi. Për sa kohë neve ofrojmë gjasat më të mira të mundshme për të bërë rotacionin politik. I kam bërë dhe këto janë veprime, nuk janë fjalime, nuk kam qef flas për veten, po këto janë realitete politike. Dhe zoti Binaj meriton një përgëzim shumë të madh dhe meriton një mirënjohje të madhe për gjithë kontributin që ka bërë. Tashti, vendimi I partisë politike për të qitë kandidat pavarur, ju e dini që është jo normal. Pra, po Berisha ka thënë nuk do ketë kandidat pavarur në zgjedhjet e vitit 2024. Që një moment I caktuar në vjeshtën e kaluam që u mora I vendim, por nuk do jetë për vitin 2027 dhe është krejtësisht normale kjo. Kujdes, kjo s'do të thotë që rrugës zoti Binaj nuk hyn në parti politike. Pra,
Pse ju a them këtë? Doktori i madh o doktori i vogël Pse ju a e ka thënë tekstualisht. Pse ju a them Ne këtë? do Se një vit është vendosim i gjatë. kandidat të PD-s Partisë Demokratike ose jo të pavarur, jo të pavarur. Eksakt. Pra binaj me sipas saj logjike bie sipas Po ja tu doktorit. japun një skenar tjetër ku zoti Binaj hyn në Partinë Demokratike apo një parti tjetër opozitare dhe si koalicion vendosin ato si kandidat. Pse ky skenar që ka i pamundur? Ju a them shumë qartë, unë kam hyrë në prill 22-shit Parti Demokratike, tetor 22-shit konkurovan primare. Prill jemi. Ku e dini juve se çdo sjell vjeshta? Asnjë nga ne nuk e di. Politika është dinamike, gjërat ndodhin. Elementet janë aty dhe në mënyrë të vazhdueshme plazmohen dhe formohen. A je në projektin e madh të doktorit? Po këto Doktor ka ky vend, doktor Berisha. Te do pyesni doktor Berishën, jo mua. Do të them doktor Berishën, po pak a shumë shqetëson autoritarizmi i tij. Unë kam ofruar disponibilitetin tim. Jam i qartë, jam më i qartë se që jam 22-shën, sepse ju e dini tash kryesia e Këshillit Bashkiak, pra pjesës këshilltarëve Partisë Demokratike, t'jep informacion më shumë, t'jep një rregje më shumë me çfarë ndodh aty brenda dhe t'jep një uri më të saktë mbi atë zullum hanën që është kthyer Bashkia e Tiranës. Jam shumë i qartë, jam më i qartë se që isha 22-shën, edhe për karshi dinamikave politike ndërmjet forcave të ndryshme. Ju e dini që unë isha një nga 3 personat bashkë me zotin Noka dhe zotin Klliçi, negociator me partitë e tjera opozitare, pikërisht për të mbështetur një kandidaturë të pavarur që në fund fare u vendos ajo zotit Binaj, pra jam shumë në brendësi të kësaj çështje dhe këto janë gjitha akte publike, nuk po them do i gjë të fshetë tu brenda. Unë bëj maksimumin tim, më pas partia do bëj llogaritë e vet. Ilir, nëse do ishe kandidat zyrtar i PD-s dhe gjithë koalicionit opozitar, besoj gjithë koalicionit nuk e besoj prapë se lapa i është prerë për Binajin, po nëse do ishet ju i doktorit, pra, doktorit madh, 3-4 gjëra çfarë do ndryshojë në Tiranë? Se premtimet gjithë japin, po gjëra konkrete, jo. Jeni shumë paraprake, po unë kam jo paraprake jesi, ti je i Tiranës i vjetër, një që e një Tiranën dhe ke bërë fushat Tiranë. Ti drejt tash i the bashkia s'bën të. 3 gjëra, 4 gjëra do t'i kesh fokus. Do t'i kem dhe do shfaqen nëse në momentin e dur. Prap ke frikë thuash. Jo, unë kam qenë dhe vazhdoj jam parimisht shumë kundra atij konceptit të djegjes së etapave. Mendoj që ka qenë një nga mënyrët që i ka ndodhur këtij vendi. Koncepti djegjes së etapave. Ka etapa, ka procese, ka procedura. Doktor i vogël, pra në raport me doktorin e madh, po them prapë, nuk fyesh. Kam përshtypjen se ajo takimi i Durrësit me Saljanin të ka djegur, pa ka përcjelluar dhe je shumë i kujdesshëm kur flet për doktorin e madh. S'kam pas asnjë problem. Takoj demokratët, nuk kam asnjëherë asnjë problem. Je i kujdes e shoh se me shumë flet me diplomaci, me shumë kujdes për doktorin. Se doktori në fund do firmosi kandidaturën. Por doktorit madh i bën punë shumë e mirë. E rikthejmë ke personalja. Ju a thash dhe një herë. Po personi do jetë në fushë për të votuar, njerëzit votojnë personin, jo partinë. Po, dakor. Po partia vendos. Partia vendos, ama. Qofse vendos një kandidaturë më të mirë, hecëm më përpara, qofse vendos më dobët, hecëm më brapa. mbrapa. Ka ndonjë person që zihen këtu kulisave ndonjë emër tjetër përveç Binajt dhe ju? Po do kesh informacion. Njerëzit hedhin emra nga më të ndryshme, patjetër. Për shembull, një nga emrat që me drejt përmendet, duke qenë se edhe 25 ne qem më të mbështetur nga ana e Partisë Demokratike, është zonja Tabaku. Është krejtësisht normale që diskutohet me rronjë nga Tirana, formim, shtresë mesme, nga pedagogjia vjen. Nuk e besoj se dorëzon mandatin deputetit, se edhe mund ta humbasi, nuk i di. Është përleshje e madhe Tirana. Ju më pyetët çfarë po flasin njerëzit. Unë ju thash se çfarë po flasin njerëzit. Nga pikpamja ambicës, pastaj shprehet vetë personi, pyesni person. Unë them se kush po shprehet. Nga ky aspekt edhe një herë, unë heci gjithmonë me parimin. Unë kam ofruar disponibilitetin tim. Mund ta ofroj edhe 4, 5, 6 vet tjerë. Mund të jenë dhe shumë më mirë se unë. Partia në fund fare vendos, ose jo. Partia do vendos. Si do ta heci përpara? Do heci me një strategji, se kujtoj edhe një diçka tjetër ne. Ne s'dim as reformën territoriale si do jetë. Si kemi idenë asaj pune si do shkojë. Se një nga mundësitë, ju i keni parë një nga mundësitë që ka hedhur Partia Socialiste, është që e kthen kryetarin e bashkisë kot fare se dhe buxhetin e merr kryetari i qarkut. E keni vënë re këtë? Që kanë një nga opsionet. Nuk ka akoma, pa votat e PD-s nuk bëhet. Edhe një herë. Pa votat e doktorit madh nuk bëhet. Edhe një herë. Bëhet. S'bëhet. Nuk e bën dot si janë ndërkombëtarët që po e ndjekin procesin e reformës. Nuk ne po themi që në këtë moment ne nuk e dim si do jetë reforma territoriale. Pra ka dhe këtu skenar të panjohur.
presim, po e ndjekim me shumë interes, po e ndjekim këtë pjesë. E rëndësishme është që të kthehen shërbimet, t'i afrojnë sa më shumë njerëzve. Kjo për mendimin tim është rëndësishme, decentralizimi. Kjo është gjëja më e rëndësishme. Pra kjo kthimi gjitha me i dorë, kjo nuk ka qenë pozitive për Shqipërinë dhe ka demonstruar 1 milion vetë që ike. Tashti, rikthehemi ke kjo bisedë. Do ketë, mendoj unë, një proces zyrtar që a do quhet primare, a do ketë një komision ku dorëzohet një dosje, a do ketë një grup pune që merr në diskutim kandidaturat ndryshme. A do jetë ky grup pune ndërpartijak dhe jo vetëm i Partisë Demokratike? Unë këtë sot nuk di t'ju them. Po unë di t'ju them që cila do nga këto proceset do jetë ai që do jetë caktuar, unë do jap disponibilitetin tim në formën që do vendoset nga forumi drejtues. Më pas, si zgjedhin ato dhe si vendosin ata, është atributi tyre, është akti i tyre. Nëse nuk do jesh kandidati zyrtar i opozitës, po, do të rriqesh nga PD-ja apo do vazhdosh punën si mjek i thjeshtë? Mjek në punën tonë, në profesionin tonë. Nuk jam të rreq nga PD-ja unë, edhe pse 23 nuk qesh kandidat i opozitës. Më falë, Nikol, unë do kisha i pyetje. Doan, emri juaj është i lakuar, është i cituar, është i shtjelluar, është i analizuar, po në atë që është elektorat, le të themi, po sigur se ka arritur të futet edhe thellë në strukturat e partisë. Çfarë keni pikasur ju në atë gjendje që është krijuar duke ardhur emri juaj, le të themi, si emri i preferuar për sfidën e kryebashkiakut të kryeqytetit? Keni parë, domethënë, njerëz që shprehin një lloj anësie, një lloj rezerve, një lloj refuzimi, sepse le të themi jemi në politikë, sfida është e hapur por në fundit, njerëzit janë ata që vendosin, sepse ato që kanë pëlqyer edhe integritetin, edhe figurën tuaj, edhe atë që ju bëni dhe ju jeni, ata janë ata që votojnë në fundit. Ata janë ata që vendosin, pavarësisht strukturat e partisë. Oberti, dakord me atë që thoni ju, Obert, po vendos doktori madh më Oberti tani. Nëse vendos doktori, atëherë le të shkojmë sipas vendimeve të doktorit. Kam përshtypjen se nuk janë shumë premtuese ato. Ilir Ali Mehmeti sipas meje, siç e përkthejmë mes rreshtave, thotë: unë duhet jem kandidati zyrtar i Partisë Demokratike për Tiranën se e fitoj dhe ka shansin më të madh PD-ja dhe opozita të fitoj vetëm me këtë emër, sipas meje. Nuk e di nëse zbret ai lart e vjen Tiranë për opozitën, nuk e di atë. Por sot, sipas meje edhe një herë përsëris, është Ilir Ali Mehmeti. Por mund të ndodhë që i malli atje lart, që quhet doktori, në selin blu, vendos dikë tjetër. Dhe këtë pyton, nëse vendos dikë tjetër pas ti emri që bëri, që mori 18.000 vota si kandidat i PD-s në gjithë Tiranën, dhe unë kam shumë informacion, por doktori nuk do ta thotë, që edhe një pjesë e kupolës së PD-s e kanë sabotuar në fushat dhe megjithatë mori 18.000 vota, që nuk është pak, është shumë. Atëherë, ideja ishte që nëse nuk vendoset, çfarë do bëje? Doktori tha do vazhdoj prapë PD-n, që për mua po t'jem unë. Pas gjithë kësaj që kam bërë si doktor për Tiranën, për PD-n, emër i panjollosur, që i siguroj një fytyrë të pastër PD-s dhe gjithë opozitës, unë do ikja në punën time, do i thoja doktor i dashur, Berishit, gjithë një, nuk po tham ta thuash tani përpara se të palosi ai, por pas, nëse nuk të vendos, miru pashim doktor, të vaf mbar, ai e merr tani 82 vjeç, e merr edhe 4 vjet PD-n 86 vjeç, e merr edhe një herë se do marr edhe një herë doktori, apo ja, besoj, 86-90 vjeç. Pastaj nuk e di, zoti sheh mund të shojë më për mua për tjerë. Pra edhe një herë duke mbyllur doktor i nderuar, unë jam që ju duhet të insistoni fort, ke doktori madh dhe gjithë PD-ja që unë jam kandidati më i mundshëm dhe i më gjithë popullor. Se unë edhe një herë doktor, se zgjata shumë, se debata është kjo, ajo debat, se i do të pa folë edhe unë. Që kam takuar edhe në lokale, në klube, njerëz të majtë, që thonë, në qoftë se është Ilir Ali Mehmeti, do ta votoj kandidatin Ilir Ali Mehmeti, jo se për Berishën, jo. Fare, po natyrisht i Berishës do jeshte, i PD-s që se vendoset si emër apo. Pra, figurën e ke gjithë popullore të pranuar, kështu do të insistosh, jo të tërhiqësh. Që po ashtu atëherë, asun them, ora një votë që kam më dyshje, them, kjo ju friksua iku, s'e ka për këtë punë.
Unë ju Do thash, përballje, unë ju thash, përballje ndëror, përballje. cila do nga procedurat që do përzidhet, unë jam pjesë e asaj procedure. Këtë mund t'ju them unë. A do ta përfilli PD-ja, le të themi këtë admirim të opinionit për ju? Më lejoni t'ju përgjigjem pastaj se kjo është ke pyetja juaj e parë se s'pata mundësi me ju përgjigj. Ju thatë ke patjetër i njoh shumë më mirë strukturat sot. Nuk i njeh janë 22, i njoh shumë më mirë sot dhe më njohin dhe ato më mirë sot. Pra ka pas disa ndyshje dhe i mendoj të ndershme përpara. Absolutisht po. Besoj se këto ndyshje sot struktura i ka të qarta, i kanë kristalizu për po ose jo. Pra nuk janë në ndoshta. Në ndoshta të paktën nuk i kemi. I kemi o po jo. Janë të sigurt. Po, mendoj që kjo është kryer tashmë. Nga pikpamja tjetër, unë nuk du të flas shumë për veten sepse nuk e kam këtë natyrë, po unë do flas për një parim shumë thjesht. Ne kemi nevojë sa më shpejt për një rotacion. Se politika nuk ka zgjidhur dot në një standard përveç rotacionit. Në këtë moment këtu, rotacionin ta ofron Partia Demokratike apo një koalicion i mundshëm, duhet mendoj kush i ka gjasat më të mira për të bërë rotacionin. Këtë si e bën me ato sondazhe, ju thatë në klube, thatë personale, po në mënyrë më shkencore janë sondazhet. Pra që të shkosh dhe të prekësh popullatën në të gjithë shtresat e saj. Sondazhi është ai që tregon. Dhe mendojnë që udhëhiqet, politika udhëhiqet nga sondazhet, se përndryshe je si puna marinarit pa busull, mund të arrish dhe në port, po arrin kështu rastësisht, shumicën dorëmuese të herëve do mbytesh. Pra, sondazhi është kyç, Partia Demokratike i bën në mënyrë të vazhdueshme, e kanë informacionin, nuk kanë nevojë për me shtu informacionin e kanë, do zgjedhin procedurat e veta dhe do zgjedhin njerëzit e vet. Nëse vendimet i marrin sa më optimale për momentin, sepse momenti është në politik, 4 vjet para, 4 vjet mrapa nuk do i ngjajnë këtij momenti, atëherë do marrin rezultatin më optimal të mundshëm. Nëse vendimet merren më pak optimale, do marrin rezultate më pak optimale. Unë di për përgjigjen tuaj, jo, unë nuk funksionoj ashtu, nuk funksionoj me parimin, meqense s'më më unë hika, sa ashtu i bie që të hikin të gjithë. Se një pakic, një numër shumë i vogël njerëz zgjidhen për përfaqësues. Bolla PD-ja kanë ikur, kanë ikur me shumicë të arsyetimi. Është vërtet. Sa i ka palos, sa kanë ikë vetë. Është e vërtetë që ka njerëz që kanë ikur, po nuk mendoj unë që është ky kriteri që hiket. Pra, meqense s'mvuret ti mua, unë po hikim. Nuk funksionoi. Nuk e vulgarizova kështu, mos e prish mohabetin. Po ja punë përgjigjen time. Nuk e thash të ndër. Pra, unë thashë, unë jam një betej. Ju e dini që 23-shin nuk qesh unë dhe prapë ndihmova, ju e dini që edhe me zotin Binaj unë shkova për drejtu fushatën për pjesën e Partisë Demokratike, pas një lloj problemi, pas një lloj hezitimi, shkova ta ndihmoj. Pastaj vendosi gjykata kushtetuese ndryshe dhe si ishte kjo në dorën tonë, dhe unë punoj brenda Partisë Demokratike dhe brenda Tagrit. Pse? Sepse mendoj që neve kemi nevojë mes se zbën një rotacion. Dhe rotacioni gjasat më të mëdha për ta ofruar i ka absolutisht Partia Demokratike. Nuk kemi forcë tjetër që të ofrojë rotacion. Ky është realiteti jonë, duhet ta shohim sy. Është mjaftueshme ajo si kapacitet. Njëjtësi në pushtete vendore, dhe prandaj jemi duke bërë këtë bisedë neve në zgjedhjet vendore, na ka mbetë vetëm një formë të demokracisë drejt për drejt. Pra kjo ajo fjale që ju thatë pak më parë, që mund zgjedhësh direkt personin. Pra jo përmes nuk vendos siglën dhe pastaj sigla ka një listë brenda dhe ku t'jesh ka ajo lista, por ka dhe preferencë personale. Kjo është e rëndësishme, sepse unë jam mbështetës i fortë i demokracisë drejt për drejt. E kam thënë dhe për zgjedhjet parlamentare këtë. Dhe kam qenë ndoshta një nga të paktët persona që nuk shkoj unë me ngul këmbë që më fut në listë mbyllur me sa s'bën se duam. Jo, unë jam listë hapur shumë komod. Je i përzgjedhur. Nuk e kam asnjë lloj problemi. Dhe shkoj vetë aty sepse unë besoj ke ky parim që demokracia duhet të jetë drejt për drejt. Besoj ke ky parim. Janë formalitete këto. Jo, s'është formalitet, është ligj që u vendos. Preferencë e opinionit atyre që zgjedhin, atyre që kanë vullnetin, ajo sepse në fund fare demokracia dhe falënderimi, pra falënderimi im. Jo falënderimi, mirë njohja e asaj që ti je, asaj që ti bën. Falënderim, sepse unë nuk u zgjodha sot. Unë vetëm këtë mund bëj, mund të falenderoj dhe mundohem të përfaqësoj sa më shumë që mundem ata 18.000 vetë që më kanë votuar në zgjedhjet e kaluara, dhe ata më kanë votuar për një qëndrim të caktuar. E unë atë qëndrim vazhdoj dhe mbaj. Ilir, pavarësisht mandatet që Ilir, duke ofruar fundit të emisionit, sepse kemi një minutazh të përcaktuar me stafin që në fillim diku 40 deri në 60 minuta është emisioni. Në jo të bëj një pyetje që ju pa dashje përmendët gjykatën kushtetuese, po unë pa e avancoj. Gjykata kushtetuese la në detyrë Erion Velian, kryebashkiakun që është mbrojtës. Vërtet.
Ju mendoni se për këtë periudhë që duhet që Erion Velia të jetë në detyrë apo në qeli? Unë mendoj që në radhë parë të zgjidhin çështjen se kush drejton Bashkinë e Tiranës, realisht. Se nuk e ka zgjedhur. Kushtetuese ka vendosur. Në mendimin tim po e drejton Edi Rama. Pra për rështite. Jo. Po drejton Edi Rama. Duhet Unë mendoj një diçka. si Unë do intelektual doja dhe kam punuar. A duhet që Unë do doja Erion dhe Velia kam ta punuar. drejtoje? Yes, ta përfundoj. Dakor. Unë kam punuar dhe kam menduar dhe kam besuar fort që 1 orë më parë Erion Velia duhet ikë nga Bashkia e Tiranës, nga drejtimi i saj. Po kurse si unë nuk e bëj këtë duke shkel kushtetutën. Që do të thotë? Që do të thotë, unë kushtetutën do e respektoj. Gjykata Ka një kushtetuese ka gjykatë vendosur. kushtetuese që ka fol, ka thonë që është në fuqi, ai duhet vazhdoj operimin e drejtave të veta që ka marrë nga gjykata kushtetuese, nga mandati e me radhë. Duhet vazhdoj punën e tij. Dhe jo të kem aty një zonjë Ristani që se dina është as është kryetare e bashkisë. Unë duhet të kem përballë një person që ka përgjegjësinë për të shupër para atë buxhet dhe për të shupër para investimin për Tiranën, në mënyrë që kurse bën ti vë gishtin direkt. Je ti fajtori. Është Erion Velia i fajtori që pse abuzohet Bashkia e Tiranës. Se ai e ka bërë 10 vjet. Nuk e ka bërë zonja Ristani. Zonja Ristani është muajt e fundit dhe praktikisht s'ka asnjë lloj roli të madh aty brenda bashkisë. Por është e rëndësishme të kuptojmë diçka. Kushtetuta apo ligji zbatohet edhe kur të dëmton ty dhe interesin tat. Kjo do zbatohet gjithmonë. Atëherë, duke e mbyllur këtë emision të tretë me mjekun e njohur Ilir Ali Mehmeti, më lejoni të falenderoj doktorin, faleminderit Berti. Faleminderit. Për mua mbetet një kandidat potencial i Partisë Demokratike dhe opozitës, pavarësisht se si do shkojnë ngjarjet më vonë do shohim, por pa këtë emër Partia Demokratike kot konkuron në Tiranë. Faleminderit. Mirupafshim në emisionin tjetër. Koha jon debat nga Nikol Lesi.